Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump mendon se homologu i tij Ukrainas Volodymyr Zelensky është i gatshëm t'ia lërë Krimen Rusisë si pjesë të një marrëveshje paqeje, pavarësisht të refuzimeve të mëparshme të Kievit për çdo propozim të tillë. I pyetur nëse mendonte se presidenti i Ukrainas ishte gati të lëshonte kontrollin e gadishullit të tij jugor, i cili u aneksua në mënyrë të paligjshme nga Rusia në vitin 2014, Trump u përgjigj mendoj se po. Trump tha se takimi me Zelenskin në Vatikan kishte shkuar mirë dhe se Krimea ishte diskutuar shumë shkurt. Ai tha gjithashtu se Zelensky tani dukej më i qetë, duke ju referuar përplasjes shumë publike midis dy presidentëve në Shtëpinë e Bardhë në muajin shkurt. Ukraina ka refuzuar vazhdimisht të bëjë ndonjë lëshim territorial, duke theksuar se çështje të tilla duhet të diskutohen vetëm pasi të arrihet një armpushim. As Zelensky dhe as presidenti rus Vladimir Putin nuk janë përgjigjur publikisht komenteve të fundit të presidentit amerikan. Më herët të dielën, ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius e paralajmëroi Ukrainën të mos bjerë dakord për një marrëveshje që përfshin dëshime gjithëpërfshirëse territoriale në këmbim të një armpushimi.